Unë ndoshta edhe nuk i kuptoj gjanat, mirë po mu më duket se shpeshherë partitë politike duke u thirrur atë që mos shkelet gjykata kushtetuese, ata nuk shohin që e shkelin Kosovën. Sepse nuk ka logjik në diçka te opozita. Ja ç'është e palogjikshme. Ata thonë që nuk mund të merresh vesh me këtë, që ky nuk përfill kur gjë ky. Po populli e voton atë. Edhe ata ç'duan të thonë në të vërtetë? Duan të thonë që ky popull nuk merr vesh. Nuk e do ky popull të mirën e vet. Edhe ky popull e voton të keqen e vet. Se e mira e vet gjen ka në anën ku janë PDK-ja, LDK-ja, lista serbe edhe AK-ja. Kjo gjen ka e keqja. Pa i popull doli në votime 2 herë, edhe 2 herë dëshmoj që i beson ati. E tani nëse i beson ati, a i duhet të matet, vetëm nëpërmjet asaj sa ai është e mira e Kosovës. Edhe ju mund atë ta sulmoni, duke e shpallur si e keqja e Kosovës. Jo si diçka që mua nuk më pëlqen. Që ai nuk u muar vesh me ne. Pa i mirët vesh me votuesit e vetë. Ti merru vesh me këtë po. Pse cili ishte kandidati i PDK-s? A mund ma thoni ju? Zoti Betri Hamza, në një intervistë të tij ose në një debat ku ishte në një televizion tjetër, e tha: ne donim të propozonim kandidaturat tona dhe për këtë donim të merrnim garancën nga lëvizjeve vendosje që do t'i mbështeste kandidaturat në një, po themi, proces ku do të bisedoj për këto kandidatura. Si pëlqen njëra, si pëlqen tjetra, por do të arrinim tek një figurë. Po që t'ishte propozimi i Partisë Demokratike. Por tha që Albin Kurti nuk u pajtua me këtë formë të gjetjes në një kandidaturë që do të vinte nga propozimet tona. Kjo e dëshmon atë që e flasta në kohën unë. Atyre nuk u intereson Kosova, po i intereson Albin Kurti. Nëse ti del me propozim, me kandidat, që qytetari i Kosovës, kur e sheh atë, edhe i përkulet, ç'të dojle të bëj Albin Kurti. Nëse ju dilni me kandidat që është më i mirë se ai Albin Kurti, kështu ju i dëshmoni këtij populli se ai ka gabuar si e ka votuar Albin Kurti. Jo duke shitur pallavra, mos ta shkelim gjykatën kushtetuese, ato e kanë shkel Kosovën vëlla, e plaçkitën Kosovën. Dakor, vetëm. Edhe tashti, shini, edhe ju kur del ajo, shini ku e ka let Albini. A dini pse Albini e ka let në këtë Kosovë? Se thuhet se shumica e atyre që e sulmojnë janë më të këqij se ai. Edhe populli kjo i mjafton atij populli. Se ne u ndam në 2 palë edhe si opinionist, edhe si media, edhe nuk munde, se te ne ma filloi të konsiderohet mëkat nëse ti pajtohesh me Albinin. Nëse unë pajtohem me AK-n, konsiderohet mëkat. Edhe kështu që ne ma nuk funksionojmë si një shoqëri ku ka shkëmbim mendime, shkëmbim vlerash. Ne funksionojmë si shoqëri ku ka vetëm shkëmbim inatesh. O do të bëhet si them unë, o s'mundet kur qysh dhe inatët po e çojnë Kosovën në zgjedhje. Edhe normali, pse thash, nuk është këtu argument Kosova, është argument i inati. Se shini zoti, unë mund mos pajtohem edhe me ndonjë njeri që në median tjetër prej mëngjesi deri mbrëmje më shan. Mirë po ka shumë çka për çka unë pajtohem. Edhe Ilir Mehmeti që e thotë në shumë çka pajtohem, kur e thot ai mënyrën që e thot. Edhe pse në shumë çka unë nuk pajtohem. Edhe unë nuk e konsideroj se është turp pajtohesh edhe me atë që e ke të kundërshtar.